Një zonë masive në gërgderet të lumit ishëm është e tejmbushur me mbetje urbane. Kjo zonë e njohur dhe me emrin Godulla është e pabanuar realisht. Mushja e kësaj zone me mbetje është produkt i derdhive të shumta nga lumi i ishmit në situatat e rreshjeve të këtij viti. Këto prurë janë të përvitshme dhe që depozitohen këtu, pasi nuk janë marrmasa për bllokimin e mbetjeve dhe ruajtjen e pastërtisë së territorit. Megjithëse zona dikur ka shërbyer si plazh, por tashmë nuk di se çfarë emri t'i vihet, dhe jo vetëm territorit, por dhe Bregdeti, ku efekti i ndotjeve ka rrezë të gjerë në të gjithë gjirin bregdetar. Godulla ka qenë plazh i preferuar, por sot është transformuar realisht në një landfill mbetjesh urbane. Ata peshkatorë të pakët që e preferonin janë larguar tashmë nga kjo lagunë dhe pse ndotja reflektonte edhe në cilësinë e peshkut të gjuajtur. Projektet e vjetër për pastrimin e lumit dhe të territorit kanë humbur, të reja tashmë nuk ka.